ky koncept është një koncept i ri sa i takon edhe qasjes Bashkimit Evropian përkundrejt po themi tendencave dhe prirjeve të vendeve të Ballkanit Perëndimor për të bërë pjesë e Bashkimit edhe Unionit të Bashkuar, ndryshe e quajtur si accelerated process ose ndryshe accelerated integration, integrimi përshpejtuar. Dhe ky është një term dhe një proces i cili tashmë është përqafuar edhe nga liderët më të rëndësishëm të Bashkimit Evropian. Është një proces i cili pas agresionit rus në Ukrainë u pa i nevojshëm në mënyrë të tillë që influenca e Bashkimit Evropian edhe Europës në qasjen e vlerave dhe të qeverisjes të merrte në proteksionin e vet, patjetër edhe vendet e Ballkanit Perëndimor, nëse e shikojmë në qasjen edhe pak më po themi ndërkombëtare. Kështu që në këtë këndvështrim dhe në këtë tablo politike, liderët politik të Unionit Bashkuar dolën në një përfundim se ka ardhur momenti që vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet të cilat kanë qenë skeptike për bërjen pjesë të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Unionin e Bashkuar, tashmë të jepnin dritën jeshile për këto vende, duke qenë se patjetër që arena ndërkombëtare dhe tregon se jemi në një klimë politike deri diku të trazuar dhe na duhet që të bëjmë një hap përkundrejt përqafimit të këtyre vendeve dhe dhënies dorës për të qenë pjesë e Unionit Bashkuar.